إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit të gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Me të vërtetë atë që udhëzoni Madhi Zot nuk ka kush të humbë dhe atë që humb Zoti Xhelle Xhelaluhu nuk ka kush të udhëzojnë. Fjala më e mirë është fjala e Zotit Kurani Kerim. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit alayhis salatu wassalam. Punët më të shëmtuara janë shpiket në fenë e Zotit, shpiket që në humbje dhe humbja që në zjarë. Allahu Gjelle Gjelalu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, friksojuni Zotit sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtarë nënshtruar ndaj Zotit tuaj. E të qenit I nënshtruar I përulur ndaj Zotit do thotë t'jesh I pavarur nga njerëzit. E të kesh frikë sinqeritet, me sinqeritet Zotin Xhelle Xhelalu, kjo manifestohet ke sjelljet dhe vepra jote, ke morali jote, ke integriteti yt si musliman, si besimtar, si njeri, si prind, si qytetar, si mësues, si punojës, si njeri I thjeshtë I kësaj shoqërie. Dhe sa shumë kemi nevojë për të kuptuar mesazhin e Islamit brenda dhe jashtë muajit Ramazanit. Edhe pse neve në muajin e Ramazanit e kemi kohën dhe mundësim që ta rigjenerojmë, ta ringjallim shpirtin, bot kuptimin për jetën, për besimin, për familjen, për shoqërinë, për ahiretin. Dhe për te I gjitha këtyre njeriu duhet përballet me lloj-lloj sfidash në përditshmërinë e tij, madje edhe në muajin e Ramazanit. E megjithatë Allahu Xhelle Xhelalu me rahmetin dhe mëshirën e Tij të pafund, I ka dhënë njerëzve mundësi të shumta. U ka dhënë njerëzve mundësi të shumta, I ka hapur dyert e mirësisë dhe rahmetit të Tij që ata të zgjedhin derën në cilën duan të hyjnë. O ju vëllezër dhe motra, edhe pse jemi në muajin e Ramazanit, njeriu ka nevojë të shtojë një nga ato cilësitë dhe virtytet që I lehtësojnë atij rrugën për në xhenet dhe që tregon që në zemrën e tij ka iman, ka besim. Njerëzit që nuk kanë iman dhe nuk kanë besim, ose e përmendin Zotin shumë pak, ose nuk e përmendin fare. Prandaj edhe pse jemi në muajin e Ramazanit, ky quhet muaji I kërkimit faljes dhe muaji I pendimit. Gjë që neve si vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare duhet që të jemi të parët që garojmë në përuljen dhe kërkimin e faljes ndaj Zotit Xhelle Xhelaluhu dhe pendimit tek Allahu subhanahu wa taala. Se keni idenë se kërkimi I faljes ta çliron shpirtin nga brenga dhe dhimbja e gjunaheve, dhe ashpërsia e zemrës, dhe ashpërsia e shoqërisë ku jemi. Teubja, pendimi të rehaton. Kur ti I përules Zotit dhe vetëm Zotit dhe askujt tjetër, o Zot më fal, o Zot më ndihmo, o Zot më mëshiro. Prandaj Allahu I përshkruan fisnikët në Kur'anin Kerim, pra besimtarët,
wa bil ashari hum yastaghfirun, dhe ata që natën çohen dhe i kërkojnë falje Zotit xhel xhelal. Natën çohen dhe i kërkojnë falje Zotit. Nuk ka njerëz, shumë flen, shumë qetësohen, errësirë, vetëm ti dhe krijuesi i gjithësisë, i përulur, i mbuluar, i strukur atje në errësirën e natës, dhe me përshpëritjen e zemrës dhe shpirtit, Rabbi kfirli, Rabbi kfirli, Rabbi tub aleje, o Zot më fal, o Zot më fal, o Zot pranoje pendimin tim. Vëllezër dhe motra, Allahu xhelle xhelalu na i cilëson besimtarët në Kur'anin Kerim me disa cilësi fisnikësh, pa cilët nëse ne nuk i zotrojmë ato, nuk do të ecim dot përpara. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Allahu thot durimtarët, të sinqertit, ata që çohen natën, ata që shpenzojnë në rrugën e Zotit dhe ata që i kërkojnë falje Allahut natën. Prandaj është shumë e rëndësishme që besimtari të kuptojë vlerën e tëubës dhe kërkimit faljes. Ndoshta kemi gjuna dhe gabime që i kemi harruar, ndoshta si kemi kuptuar. Prandaj ai që i shkruan ato dhe i di ato me imësi e Zotit xhel xhelal. Kështu që kur të çohesh në sabah thuaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Madhëroje Zotin tënd me falënderim ndaj tij dhe atij kërkoj falje, sepse Allahu është ai që e pranon pendimin. Wastaghfirillah inna Allaha kana ghafurur rahima. Dhe kërkoj falje Zotit tënd Allahut azza wa xal, mërdet me të vërtetë Allahu është falës i madh, mëshirues i madh. Prandaj kur një prej pejgamberëve të Zotit ju drejtua popullit i tha ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ila Allah. O populli im, kërkoni falje Zotit tuaj dhe më pas pendohuni tek ai. Yursili samaa aleikum midrara, sjell për ju mbas thatësirës së tokës shi, pa pushim. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dhe ju shton fuqi dhe mirësi prej tij. Wala tatawallu mujrimin, dhe mos u ktheni si njerëz të pafe. Duke qenë mos mirënjohës ndaj mirësive të Allahut xhelle xhelal. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e ka mbushur Kur'anin Kerim se ai është falës dhe mëshirues i madh, se ai do robët e tij që kthehen dhe pendohen tek ai, se ai mbulon ata me rahmetin dhe mëshirën e tij, sepse ai e njeh mirë natyrën e njerëzve dhe ata që gabojnë. Prandaj i thot në Kur'anin Kerim wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Allahu akbar. Kërkoni falë Zotit tuaj dhe pendohuni tek ai, sepse Zoti im është mëshirues i dashur me robët e tij. Wadudun, i afron robët e tij. Për sa kohë që njeriu e përuli veten ndaj krijuesit gjithësisë, e gjeti ilaçin e zemrës dhe shpirtit të tij, e çliroi kraharorin dhe zemrën e tij nga ashpërsia e gjunaheve, ai do t'i japë atij qetësi, do t'i japi robit i shërim, falje, mëshirë, do ta mbulojë me dritën e tij subhanahu wa taala. Prandaj thot fastaghfiru thumma tubu ila Allah inna rabbi qaribun mujib. Kërkojni falje Zotit xhelle xhelalu dhe më pas pendohuni tek Allahu azza wa xal. Me të vërtetë Zoti im është afër dhe i përgjigjet lutjes tuaj. Allahu thot në Kur'anin Kerim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurun rahim. A nuk pendohen ata tek Zoti subhanahu wa taala dhe kërkojnë atij falje? Allahu është falës i madh, mëshirues. Prandaj وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu nuk do t'i ndëshkojë ata Muhammed për sa kohë që ti je gjallë në prezencën e tyre. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Shkaku i parë ishte sa kohë që është prezent Muhamedi alayhi salatu wassalam, ose ka qenë prezent, Allahu nuk do ta zbriste zemrimin e tij mbi ta. Por tashmë thot Allahu që ai ka vdekur, Allahu nuk i ndëshkon ata për sa kohë që ata i kërkojnë falje Zotit subhanahu wa taala. Prandaj, ndoshta ti i numëron në memorien tënde shumë gabime, halle, probleme, gjunaje, sfida. Nuk e rezistuar dot. E ke kaluar kufirin me Zotin tënd subhanahu wa taala. Nuk ka gjë. Njerëz jemi, wallahi njerëz jemi. Por ka një zgjidhje. Ka një zgjidhje për këtë.
Dhe zgjidhja vjen nga Zoti xhelle xhelalu, "Wa man ya'mal suhan aw yadhlim nafsa." Kush bën ndonjë gabim apo gjuna, apo i bën padrejtësi vetes tij, thumma yastaghfirillah, dhe më pas I kërkon falje Allahut xhelle xhelalu, yajidillaha ghafuran rahima, do ta gjej Zotin e tij falës dhe mëshirues të madh. Prandaj në ajetin tjetër thot: "O ju cilët e tepruat, e kaluat kufit në zhytjen gjuna dhe gabime, la taqnatu min rahmetillah, mos e humni shpresën kurrë nga falja dhe mëshira e Zotit xhelle xhelalu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, innahu huwal ghafurur rahim." Zoti fal gjitha gjunat dhe pikërisht ai është falësi dhe mëshiruesi. O ju vëllezër dhe motra, si mendoni ju nëse Allahu xhelle xhelalu gjithë botën dhe çka mes tyre do ta gjykonte me drejtsinë e tij, për çdo gabim ai do të na zbrisë në ndëshkim. E dim shumë mirë që asnjë krijesë mes qiellit dhe tokës nuk do të mbijetonte. Madje nuk do të ekzistonte bota, por I ka dhënë njeriu afat sa e ka jetën e gjatë, që të gjejë rrugën dhe zgjidhjen për t'u kthyer tek Zoti vet, për t'u penduar tek Zoti I tij, për t'u pastruar, për t'u rehatuar, për ta shëruar zemrën e tij dhe shpirtin e tij. Prandaj Allahu Azza wa Jall na lidh me kohë të caktuar, siç është muaji I Ramazanit, me ditë dhe net të caktuara, që njerëzit të reflektojnë dhe të gjejnë veten e tyre, të meditojnë për veten e tyre, për familjarët e tyre, t'i kthehen Allahut Azza wa Jall. Prandaj dhe e ka mbushur Zoti Kur'anin Kerim me fjalën Ghafuran Rahiman Wadud. Zoti është falës, është mëshirues, është I butë, është I afërt me robët e tij, I përgjigjet atyre. Por neve njerëzit kemi harruar të trokasim ke porta e cila nuk e kthen robën e tij mbrapa der Allahut Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall na përfshin rahmetin e tij. Elusim Allahun Azza wa Jall na përfshin rahmetin e tij. Elusim Allahun na bëj për atyre që I shliron ata në muajin e Ramazanit nga zjarri I xhenemit, dhe I mush zemrat e tyre me dritën e Kur'anit dhe Sunetit, dhe zbret mbi ta rahatin, qetësinë dhe rahmetin e tij. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.